Atëherë, përshëndetje të gjithë, faleminderit që keni ardhur në konferencën zyrtare për medias. Përpara ndeshjes Shqipëri-Ukrainë jemi në stadiumin Air Albania, se zakonisht me trajnerin Silvio, ndërkohë që sot me ne është dhe mbrojtësia Adrian Ismaili. Si zakonisht, konferenca do zgjasë 30 minuta, do të keni mundësi gazetarët që marrin drejtën për të bërë pyetje, do të kenë vetëm një pyetje. Do ta nisim me pyetjen për Ismailin dhe më pas do të vazhdojmë me trajnerin. Atëherë, Judi Aga. Përshëndetje Ardian. Sa mundësi kemi ta finalizojmë me sukses këtë kompeticion, marrë në konsiderat të gjitha paraqitjet që kemi bërë në 5 ndeshjet e luajtura. Përshëndetje Ylli, po e dim që tash është çik më vështirë, nuk varet vetëm nga ne, varet edhe nga rezultati i Çekisë me Gjergjin. Megjithatë ne nesër do futemi vetëm për fitore, sepse hok tjetër nuk ka. Dhe pastaj do e presim ndoshta edhe këtë herë do kemi çik fat për një barazim nga ona e Çekisë dhe Gjergjisë dhe nëse mbaron ashtu dhe ne fitojmë, atëherë jemi në vendin e parë. Kristi Serllari, Panorama Sport. Ismaili, performanca juaj mbas Europianit është duke u rritur dhe pyetja ime është drejt për drejt, ndeshjet e ardhshme të kombëtares do virë si lojtari Juves apo Interit? Ne jemi këtu në kombëtare, nuk kisha pas dëshirë me fol për merkaton, kemi ndeshje shumë të rëndësishme nesër. Edhe unë jam këtu për kombëtaren, pastaj mas kombëtare do shihni vet, do shohim se çfarë do bëhet në janar. Enos Karço, pyetje? Ismaili, përshëndetje. Sa e vështirë është të ballesh me një kundërshtar që ju në fakt e njihni se është në Serie A si Dobik? Po kundërshtar të lehtë nuk ka. Sidomos në Serie A gjithë sulmuesit janë fizik, janë të fortë, janë të shpejtë. E dim cilëtetin e atij çunit, po nuk është që kemi frikë. Me vërtet kena bërë mirë këtë ndeshje të fundit, jashtëzakonisht mirë, sidomos mbrojtja. Edhe do analizojmë edhe ata të gjithë skuadrën edhe shpresojmë për më të mirën. Enrico Gaba, Euronews Albania. Ismaili, përshëndetje. Luajmë dhe një kundërshtari që është i vetmi që gjitha ndeshjet edhe ato në shtëpi, le të themi, ka luajtur në transfert. Na bën kjo më pak të avantazhuar dhe mund të themi që jemi të barabartë në krahasim, pra le të themi pavarësisht se jemi para tifozëve tan, mund të kemi një lloj barazie sa i përket kushteve? Jo, besoj që fortesa e Air Albanias është një fortesë, besoj në 2 vitet e fundit kemi pësuar vetëm një gol dhe vetëm një humbje. Ato mujnë e kaluar kundër Gjergjisë. Sa përket avantazhet për tifozët, normal është një avantazh jashtëzakonisht i madh, ku si gjithmonë mysafirët kanë qenë gjithmonë prezent, por sidomos si vendas kemi një avantazh shumë të madh. Po atë edhe vetë ndeshin shtunës se çfarë përkrahje kemi pas. Jam i sigurt që do ta kemi nesër edhe më të madhe, ne edhe shpresoj që do i kënaqemi në fitore. Ardian, përshëndetje, Erdan Prifti, ABC News. Ndryshe nga ndeshja e parë me Xhekin në Prag, këtu në Air Albania duket sikur ju dhe ai e kishit marrë mirë masat, kishit shumë punë. A shpresoni që kundër Ukrainës të keni më pak punë? Mbrojtja ka punë gjithmonë. Ne kemi detyrë për me mbrojt edhe kena të bëjmë me sulmues me të vërtet shumë të fortë si në ajër, si në tokë. Po megjithatë ndeshjen me Çekin, ndeshjen e parë, nuk është që kemi njohur shumë mirë atë sulmuesin, sa ai është hera parë ose ka vetëm këto ndeshje të para të karrierës time kombëtare çeke. Ndeshjen e dytë e patë edhe vet. Kemi marrë masa, kemi shikuar video, kemi analizuar dhe ja dolëm. Shpresojmë edhe nesër do ja dolëm po me fitore. Ardian, e kemi mundur Ukrainën ndeshjen e parë me përmbysje, ke shënuar edhe gol. Shpresonte një tjetër skenar sepse do ishte jetike për fatin e këtij edicioni një fitore me Ukrainën. E imja për me mbrojt, po doli para diçka le del. Inshallah sulmues ton do bëjnë golla, do bëjnë gjona që duhet me bëj edhe pse jo, edhe unë po pata mundësi do e bëj. Edhe e rëndësishme është ekipa, e rëndësishme është fitoria, pastaj kush shënon se çka bën nuk hyn në punë. Adnan, Ukrainian television, Suspilne, it's no doubt that tomorrow two teams try to win this game, very important game for both teams. What ability, special ability your team have, which can help to win in this game to Albania, especially in home stadium? Të dyja ekipet sigurisht nesër do të kërkojnë të ta fitojnë ndeshjen, por cilat janë karakteristikat e ekipit tuaj që mund t'ju bëjnë më të predispozuar për të fituar ndeshjen nesër?
Publiku, faktori fush, publiku, jo një zgjanë që me të vërtet çdo skuadër që futet të që vjen, ka shumë vështirësi me lozë nga presioni i publikut, edhe ne kemi dy mundësi. Normal, unë e thash, ne duhet të fitojmë, ta bëjmë punën tonë, pastaj të presim edhe rezultatin e ndeshjes tjetër, për të paktën të arrijmë edhe play-offin. It's always our public, our fans, because always the stadium was super full, and every team that comes here in Air Albania is under pressure because of our fans. We have two options in this game, but we have to work to keep on winning, to win this game, because we expect to be first of the group and or maybe to play on the playoff. Pyetja fundit për Ismailin. Ardian, përshëndetje. Drilon Xhepollari nga Euronews Albania. Mbrojtja ka qenë solide në ndeshjet e fundit, ju keni pasur performancë mjaft mirë me Ajetin në qendër. Megjithatë, sulmi ka zhgënjur. Çfarë duhet bëjmë me Ukrainën në një ndeshje ku kërkohet fitoria për të shpresuar te kualifikimi? Do të bëj golla, kështu është futbolli. Normal që kemi bërë mirë, po besoj që kemi pas pak ngërç këto ndeshje e fundit sa përket onës sulmuese, po unë jam i bindur që çunat nesër do e bëjnë maksimumin si gjithmonë, edhe do shënojnë, sepse nesër është një ndeshje, dinë edhe këta më rëndësishme e grupit, edhe këta kanë dëshirë me shënu, po nga njerë varet shumë gjona, po unë jam i bindur që nesër do shënojnë sulmuest, edhe do e bëjmë më të mirën për fondsat për kohën shqiptare, dhe inshallah kemi fat për verën e parë. Mirë, Adrian, faleminderit. Mund bashkohesh me ekipin, ne do të vijmë me trajnerin Silvia. Atëherë pyetja parë për trajnerin Ylli. Mister, me të gjitha opcionet e hapura për sa i takon rezultateve në ndeshjet e mbetura, sa e vështirë është për përgatitur një plan ku luhet për gjithçka, por rrezikojmë të mbetim edhe pa asgjë. Faleminderit. La partita di domani, ma quanto difficile è preparare un plan per una partita che può succedere tutto, anche possiamo vincere top of the group e anche possiamo ritracciare. Përshëndetje. E lui non dice përshëndetje, Mai. Sì. Vede, educato. No, anche da dire la risposta del capitano, quando si difende bene, ragazzi, attento, non si difende bene per due calciatori, si difende perché si difendono tanti in 10 e quando si attacca, attaccano anche con altri calciatori. Infatti lui ha segnato un gol importante per noi contro l'Ucraina, che è vero, è una partita molto diversa, ogni partita è diversa una dall'altra. Vuoi divido, poi rispondo arrivo. I bashkohem asaj përgjigjes që dha edhe kapiteni, që kur mbrohesh mirë është avantazh. Dhe por dua të them që nuk mbrohen vetëm me dy lojtarë, por është i gjithë ekipi, janë 11 lojtarë të cilët e bëjnë lojën. Ismaili ka shënuar një gol shumë të rëndësishëm në ndeshjen e kaluar, e cila ishte një ndeshje e rëndësishme, por çdo ndeshje është e ndryshme dhe ka rëndësinë e saj. Quanto riguarda la domanda, è un girone, abbiamo detto già 3 mesi fa, se non mi sbaglio è l'unico girone che può succedere ancora di tutto. Tutti e 4 squadre nazionali hanno fatto un europeo, hanno calciatori forti e hanno fatto bene. Ho visto Georgia, Ucraina, anche un'altra partita come la nostra qua, molto dura, molto equilibrata, tutto può succedere. Ma quanto riguarda da preparare una gara, è vero, può succedere tutto, ma noi prepariamo la gara per vincere, con tutto il rispetto a Ucraina che è forte, è una squadra tecnicamente molto forte, molta qualità tecnica individuale, non è poca, è molta, ma noi giochiamo a casa, abbiamo vantaggio di giocare con la nostra gente e abbiamo una possibilità, se vinciamo, di magari prendere il primo posto, dipende, ma noi prepariamo una gara per vincere. Infatti io penso che nessuno prepara una gara da pareggio, non esiste quello, tu prepara per provare, non prendi gol, magari fare i segnali, ma noi sicuramente andiamo molto forti domani, come abbiamo fatto sempre, l'ha detto il capitano, poi qua noi abbiamo nostra gente, il nostro pubblico, quello è un bel vantaggio.
Mendoj që ky është, kam përshtypjen, grupi i vetëm nga të gjitha grupet e tjera të Nations League, ku çdo gjë mund të ndodhi dhe çdo gjë është e hapur akoma edhe pse është ndeshja e fundit. Të katër ekipet e grupit janë ekipet të cilat kanë bërë Europianin e 2024-s, kanë lojtarë të fortë individual, me cilësi të mira individuale. E kam parë dhe ndeshjet e tjera, ndeshjet me Gjergjinë dhe me Ukrainën, është një ekip i fortë dhe ka cilësi individuale shumë të larta. Me gjithë respektin për ekipin e Ukrainës, por ne kemi përgatitur ndeshjen për ta fituar, edhe në përgjithësi të gjithë trajnerët e përgatisin ndeshjen për ta fituar, nuk futet njeri për barazim në fush, por mund të ndodhi akoma çdo gjë. Ne kemi një lloj avantazhi të vogël duke qenë se luajmë në shtëpi, por futbolli është i tillë që do duhet, nëse nuk poston gol, do kesh më shumë hapësirë do kesh mundësi për të shënuar dhe për ta fituar ndeshjen. Siç e tha edhe Ismaili, ne jemi të përgatitur, kemi publikun tonë i cili na mbështet dhe do të futemi në fushë për të marrë rezultate më të mirë. Mister, përshëndetje. Doja të dija nga ju, sepse diçka që ne aludojmë është ndryshimi që mund të ketë qendrësulmuesi duke parë konsumimin e tucit, dhe në këtë rrjedhë e keni gjetur zëvendësuesin e Jasir Hasanit? Përshëndetje. Sì, io sempre dico che la seconda gara è dura perché secondo me i tanti allenatori sono pochi giorni da preparare. Su tutto il recupero del calciatore ci sta, si recupera, ma dobbiamo capire. Oggi ancora andiamo fuori, domani c'è tutto un giorno da vedere, fino a domani mezzogiorno 4-5 noi siamo in contatto con il calciatore da capire se uno è in grado è recuperato 100%. Se lui è 100% c'è una bella possibilità di andare in gara, ma vediamo. Io rispetto tanto il calciatore, parlo con il calciatore, è buono quello. Dopo la scelta la prendo io. Quanto riguarda Hassani ha fatto un controllo di risonanza magnetica da valutare. Lui ha possibilità, vediamo, dobbiamo aspettare. Ma come l'ho detto, domani è un giorno, oggi sentiamo i calciatori, lui farà un riscaldamento un po' da solo, rientra piano piano con la rosa dentro della seduta di allenamento e vediamo, è una seduta molto leggera, vediamo se lui riesce a finire o no. E domani sento il calciatore, parlo con lui, la scelta la prendo io, ma io sento il calciatore. Lui al campo non va, se lui non mi dice mister, io ci sono, posso, ce la faccio, e anche tutto il passaggio che abbiamo fatto di dottore, di fisio, preparatore atletico, fino a me. Lui so va al campo, se lui passa per tutto questo, dopo campo è campo, manda, ma vediamo, dobbiamo aspettare. È lunga, Ndeshja e dytë gjithmonë është më e vështirë, duke qenë se janë pak ditë në dispozicion për të përgatitur dhe mbi të gjitha pak kohë për të rikuperuar. Sigurisht që mund të ndodhë rikuperohen lojtarët, por do duhet të kuptojmë gjendjen e tyre dhe të bëjmë vlerësimet e duhura. Sot kemi akoma një stërvitje fill pastaj konferencë, përsëri nesër kemi një sesion të shkurtër. Duhen 3-4 ditë për të bërë këto vlerësimet, qofse një lojtar është i gatshëm, edhe gjithmonë duke diskutuar edhe me lojtarin, sepse unë i respektoj shumë lojtarët, flas me ta, i dëgjoj edhe më pas sigurisht që më takon mua zgjedhja. Ndërsa për sa i përket Hasani ka bërë një rezonancë magnetike dhe do duhet të bëjmë një vlerësim mbi gjendjen e tij, duke diskutuar sigurisht edhe me doktorin e ekipit. Por duke diskutuar patjetër edhe me lojtarin, sepse nëse lojtari më thotë që është i gatshëm, patjetër mund të diskutojmë nëse do të bëhet zgjedhja për të luajtur. Por gjithmonë duke parë se si do të jetë gjendja e tij, sot ai do të zhvillojë një nxemje, më pas do të bashkohet ngadalë me ekipin, nëse do të arrijë të përfundoj stërvitjen së bashku me ekipin, do të diskutojë me lojtarin, me mjekun, edhe do të bëjmë zgjedhjet në varësi të situatës. Në qoftë se lojtari nuk më thotë që është 100% gati, do duhet diskutuar patjetër edhe për të marrë vendimin. Mister, përshëndetje. Përshëndetje. Si dihet, ju thatë që do luajmë vetëm për fitore, fitore është e vetmja mundësi që të mbaj 6 shpresat për vendin e parë në grup. A e keni menduar që të luani paktën me 2 sulmues, pasi duhen golat dhe golat nga sulmuesit kanë munguar në ndeshjet e fundit, dhe kjo për të egzaltuar edhe lojtarë si Uzuni, që ju mendoni që është i sulmues i dytë, apo edhe Muçi, Hoxha dhe tjerë. Faleminderit.
Come domani giochiamo solo per vincere, come ha detto anche lei, sarà una possibilità che noi giochiamo con due attaccanti? Lei ha detto prima che Uzuni è un po' di una seconda punta, sarà un'alternativa, una possibilità anche per giocatori come Uzuni, come Mucci o Arbor Hoxha per giocare, siccome è l'ultima partita e dobbiamo vincere? Again, përshëndetje. Due cose diverse, giusto. Uzuni è giusto. Uzuni è un seconda punta molto forte che approfitta tantissimo di spazio. Ok, giusto. Non vuoi dire che se tu giochi con due attaccanti è garanzia che tu vai là e segna 2-3 gol, perché non è così. Infatti, non vuoi dire che tu giochi a 3 con uno centrale di meno e dici che non prendo gol, è un equilibrio di squadra. Io penso che noi in questo momento non abbiamo fatto, incluso da ricordare che la qualificazione che abbiamo fatto un anno fa, non abbiamo fatto mai due attaccanti, solo abbiamo fatto un attaccante e Uzuni, un attaccante Seferi. Seferi è molto più vicino a Uzuni come un secondo attaccante anche. Domani vediamo, questa è una possibilità, però anche una possibilità di cambio, una possibilità di tutti, vediamo, dipende dai calciatori, di chi vogliamo noi, ma è importante equilibrare le squadre, anche con Mucci o Hoxha che abbiamo la possibilità anche, vediamo, sì, è tutto un po' aperto per noi, l'unico che mai abbiamo fatto, ma non è perché non dobbiamo fare, ma due, per esempio, Dacco e Tucci mai hanno giocato insieme. Io di solito preferisco, per dire un nome, Dacco, Uzuni, Tucci, Seferi, un seconda punta con mobilità, che è un po' diverso di due torri in aria, che ci manca anche un passaggio di centrocampo per noi. E vërtet, Uzuni është më tepër një sulmues i dytë, sepse është lojtari i fortë dhe i shfrytëzon shumë mirë hapësirat. Nuk është e thënë që nëse ti luan me dy sulmues do të thotë që ke më shumë mundësi ose do të shënosh 2 apo 3 gola, nuk të jep garanci kjo gjë, duhet të gjejmë një lloj ekuilibri në skuadër. Rikujtoj që gjatë kualifikueseve që kemi bërë një vit më parë për Europianin e 2024-s, nuk kemi luajtur ndonjëherë me dy sulmues qendror. Zakonisht kemi përfituar me një sulmues qendror dhe me një sulmues si Uzuni ose Seferi, si ndihmë për sulmuesin qendror. Varet, do shikojmë, ekziston mundësia, por varet edhe nga cilësitë e lojtarëve dhe nga karakteristikat. E rëndësishme është, siç e thash, që të gjejmë ekuilibrin e skuadrës dhe kemi mundësi, kemi alternativa si Hoxha, si Mucci, dhe çdo gjë është e hapur në këtë ndeshje. Por unë personalisht nuk preferoj shumë të luaj me dy sulmues qendror, si për shembull po jap disa emra si Daku dhe Tuci në të njëjtën kohë, por zakonisht preferoj që të jetë një sulmues qendror dhe të kemi një sulmues të dytë i cili asiston pak më tepër. Thanks. I try to resume one commentary more on language which I understand. What do you expect for tomorrow's game if you compare it with previous game between this team? Maybe you saw game Ukraine against Georgia, you know condition of your team. What moments you want to add to your play to feel you're confident and calm on the pitch tomorrow? Çfarë prisni nga ndeshja e nesërme, duke marrë parasysh edhe atë çfarë ka ndodhur në ndeshjen e kaluar mes të dyja ekipeve, Shqipërisë dhe Ukrainës, edhe besoj ju e keni ndjekur, keni parë edhe ndeshjen e mëparshme Ukrainë-Gjeorgji, edhe cilat janë momentet ose elementet që mund t'ju ndihmojnë juve për të fituar ndeshjen nesër. Good afternoon. Listen, anything changed when you compare 3 months ago? We talking about that one of the most balanced group in the Nations League, and also we have the last match for everyone, and can happen everything in the group, almost everything, not everything, but almost that. So when you're talking about the last game, Georgia against Ukraine, of course, yes, I saw the game, I told you so. It was a hard, difficult game. It's a 50-50, different ways that they play Georgia and Ukraine. But at the end, so they draw, as usually you have in the group. So a lot of balance is very difficult. We are talking about the 4 teams has played the last European 2024 in Germany. So we are talking about great team, great players, great coach as well, Rebrov. So we're expecting, of course,
you're gonna try to win the game. We have our supporter is very good to play at home, but we respect, of course, Ukraine. They have a great side, tough side, great players, but you consider to go out and to play one of the best games, our Albanian, and try to win that game. And also, we've got we've got a chance to be in the first of the group. You're gonna try, and also that's our target at that moment. Çdo gjë është ndryshme një ndeshje nga një tjetër, sidomos kur krahasojmë një ndeshje e cila është luajtur 3 muaj më përpara me të nesërmen. E kam thënë edhe më përpara që ky është një nga grupet më të balancuara të Nations League. Dhe në ndeshjen e fundit teknikisht mund të ndodhë çdo gjë është e hapur në këtë grup. E kam parë ndeshjen e Ukrainës me Gjergjin, ishte një ndeshje e vështirë, e fortë, pak a shumë do thoja 50-50 për të dyja ekipet, kishte një lloj balance. Edhe grupi është shumë i balancuar. Të 4 ekipet kanë bërë Europianin, kanë bërë Europian të mirë, janë ekipe të mira, kanë trajner të mirë, kanë lojtar të mirë dhe me karakteristika individuale të mira. Ne sidoqoftë do të tentojmë të fitojmë, duke qenë se kemi dhe luajmë përpara publikut ton, sigurisht që respektojmë ekipin e Ukrainës, por kjo është ndeshja e fundit që kemi dhe një lloj shansi për të qenë, mund të ndodhë çdo gjë, por teknikisht ne kemi shansi për të qenë të parë, që do mundohemi të japim maksimumin për të fituar. Mr. Përshëndetje, Denos Kaço, RTS Sport. Gjithçka mund ndodhë dhe kjo është e vërtet, por ju vetë jeni më tepër i bindur se mund të arrini vendin e parë ose të dytë, apo i friksoni më tepër një vendi të fundit? Io ho detto che può succedere tutto, ma lei è più convinto che possiamo essere primi o secondi o hai paura che possiamo essere Përshëndetje, ogni volta meglio, L'ho detto, può succedere quasi tutto. È vero che c'è una cosa qua, Repubblica Ceca non può retrocedere e Ucraina in questo momento non può prendere il primo posto. È l'unica cosa che non può succedere. Da noi, in Georgia, può succedere anche tutto, primo, secondo, terzo, quarto. È una competizione molto veloce. Sono 6 gare, è finita. Il gruppo è molto equilibrato. Domani sicuramente noi dobbiamo andare al campo, il nostro obiettivo, certamente abbiamo una possibilità di fare il primo, andiamo a giocare con quella. Dopo in campo si va, si vince, si pareggia, si perde, ma noi dobbiamo prepararci una gara dura, difficile. Ucraina, sapete voi, avete calciatori fortissimi, è una bella squadra, ma noi dobbiamo provarci fuori, abbiamo il nostro pubblico, gente che ci dà un supporto incredibile a casa, noi dobbiamo provarci. Dopo 90 minuti vediamo, ragazzi, al campo non va mai con paura, mai, né loro, né noi, né l'allenatore, né il calciatore. Al campo va per sfruttare, correre come un maiale, va a correre, per fare tutto e dopo finisce la gara, vediamo, ci prende una pena, vediamo. Ma noi certamente come obiettivo vogliamo prendere anche questo primo posto che già sarebbe veramente perfetto. Mund të ndodhë çdo gjë. Republika Çeke, vetëm janë 2 opsione të cilat mund të ndodhin, që Republika Çeke të dalë nga grupi edhe të jetë e fundit edhe që Ukraina të jetë në vendin e parë. Ndërkohë mes nesh edhe Gjergjis mund të ndodhë çdo gjë, mund të jemi të parë, të dytët e tjerë. Ky është një kompeticion shumë i shpejtë, janë ndeshje në një periudhë shumë të shkurtër, por gjithmonë në fushë hyet për të arritur objektivin që e kemi vendosur. Për sa kohë ne kemi një shans për të qenë në vendin e parë, sigurisht që do të luajmë për vendin e parë. Në një ndeshje mund të ndodhë çdo gjë, mund të fitosh, mund të mbasësh, mund të barazosh, sigurisht edhe me një ekip si Ukraina, e cila ka lojtar të fortë individualisht, por sidoqoftë ne do të futemi në fushë për të provuar, për të dhënë më të mirën, për të fituar. Publiku, kemi një lloj avantazhi që luajmë përpara njerëzve tanë, të cilët na kanë suportuar gjithmonë. Futbolli është i tillë, luan 90 minuta dhe më pas shohim se çfarë është bërë. Po asnjëherë nuk hyet në fushë me frikë, futesh, vrapon, bën çdo gjë që është e mundur dhe më pas bën vlerësimet e duhura dhe sigurisht objektivi jonë është të marrim vendin e parë. Përshëndetje. Nuk kemi shënuar asnjë gol në 2 ndeshje në Albania në Ligën e Kombeve. Skuadra duket shumë mbrojtësa. A është punuar që të paktën në këtë ndeshje të jetë skuadra më sulmuese apo thjesht këto statistika ju duken të rastësishme? Abbiamo segnato in queste 2 partite nella Albania nessun gol. Sembra che la squadra è stata un po' più in difesa in queste partite. Avete lavorato nel senso di attacco che la squadra sarà più
Përshëndetje. E come abbiamo detto, la squadra è un equilibrio. È vero che abbiamo creato di meno, è giusto? Abbiamo sofferto di più, abbiamo difeso bene, ma è certo si deve aggiustare qualcosa in una parte, ma non offensiva quando parlo di un 9, ma di tutti, perché quando la palla arriva lì c'è una costruzione indietro, c'è un trequartista, c'è un mezzala, c'è un terzino che fa un movimento, un buon passaggio, è una costruzione di squadra. E noi sì, dobbiamo migliorare e sbagliare di meno un passaggio semplice, perché quando la palla arriva lì è perché abbiamo we did really well when we build up. Sì, ha fatto un passaggio, buono passaggio, la palla va in avanti. Quando ti sbagli un primo passaggio, una palla semplice, non riesci a mai andare in avanti. Quello abbiamo fatto un po', anche l'ultima gara abbiamo sbagliato tanto, il primo 30 minuti. E al di là di tattica è da fare un passaggio più sicuro per costruire meglio, sono d'accordo in questo senso. Ka një lloj ekuilibri në çdo skuadër. Është vërtet që ne kemi krijuar më pak mundësi, kemi vuajtur më tepër, jemi mbrojtur mirë, por nuk kemi shënuar. Edhe këtu nuk i referohem vetëm një numri 9, një sulmues i qendror, sepse në momentin që topi arrin tek sulmi, do thotë që është bërë një punë nga e gjithë skuadra më përpara, është një trequartist, një sulmues ansor, një mesfushor, të cilët përgatisin, ndërtojnë gjithë aksionin. Do mundohemi që të gabojmë sa më pak në ndeshje, sepse gjithmonë nëse e nis me një pasim të gabuar, topi nuk arrin dot të depërtojë dhe të shkojë më përpara. Kështu duke bërë pasime të mira, mund të ndërtojmë aksione. Në 30 minutat e para e pam tek ndeshja e fundit që kemi bërë gabime në pjesën e parë, por që do të mundohemi të përmirësojmë në këtë pjesë me pasime të mira. Përshëndetje, Manfo Prokopi, Syri Televizion. Nesër do të na duhet shumë fat, si për ndeshjen tonë, ashtu dhe për ndeshjen mes Çekisë dhe Gjeorgjisë. Thonë që sportistët janë supersticios. Do doja të dija, a jeni ju supersticios për sfidën dhe a keni ndonjë ritual ose diçka që mund na silli fat nesër? Non mi piace come reage la gente, The reaction is... Dicono che i calciatori sono superstiziosi, ma avete lei un rituale che può portare fortuna domani? No, perché forse già non sono calciatore. Ma ti dico una cosa che io l'ho detto oggi a una persona molto vicina a me. Quando ci arrivi in situazioni del genere, no? Una partita, è una finale per noi domani. Per noi è una finale. Basta, così. Adesso esco fuori, fra 10 minuti, la prima parola che dico ai calciatori, ragazzi, domani abbiamo una finale. Campo pieno a giocare, con un'anima e il cuore, ci sta. Ma una persona molto vicina ha detto, oh ma sto bene, a posto, qualcun dubbio, dobbiamo vedere, qualcun calciatore. E mi ha detto, vai, senti un po' la musica. Dico, no, quando sono in dubbio rientro in sala meeting, inizio a vedere immagini di calciatore, linki, parte sinistra, destra, parte offensiva, difensiva, così prendiamo la scelta un po' più tranquilla perché sono molto sottili, no? Ma no, io da calciatore già non faccio più, preferisco guardare il video e prendere la migliore scelta per il nostro calciatore certamente. Në fakt unë nuk është se jam më lojtar, kështu që kam diskutuar këtë gjë edhe me një person të afërt ndaj me mua edhe unë pas 10 minutash do të futem në fushë dhe gjëja e parë që t'i them lojtarëve është që për ne kjo është një ndeshje finale dhe duhet futemi në fushë me shpirt edhe me zemër. Dhe zakonisht kur unë jam në dyshim për diçka, futem në sallën e mbledhjeve dhe analizoj imazhe, video, momente të lojtarëve, aspektet ofensiv, aspektet defensiv për të bërë zgjedhje të qeta. Mirë, atëherë ky është edhe pyetja e fundit, sepse koha ka mbaruar, e di që do doni të vazhdoni të bëni pyetje, por është e pamundur t'ju kënaqim gjithë dhe ju kërkoj ndjesë për këtë. Ju falenderit shumë edhe punë mbar. Faleminderit shumë.